Çfarë kënaqësie jashtëzakonshme të jesh këtu mes jush në një shpresë e cila vazhdon dhe rritet çdo ditë. Ne këtu na bashkon një qëllim shumë i madh. Dhe qëllimi jonë është të largojmë këtë sistem të korruptuar që ka marrë peng vendin për 35 vjet. Ne këtu jemi bashkë për një Shqipëri të re. Ne këtu jemi bashkë për një qëllim. Ne nuk jemi këtu demokrat apo socialist, ne jemi këtu për Shqipërinë, jemi për vendin tonë, sepse ne jemi zotë të kësaj toke. Ne jemi këtu se duam një ndryshim real në Republikën e Shqipërisë. Ne duam një kushtetut të re. Kjo është thirrja më kryesore dhe ky është vendimi kryesor që ne kërkojmë në ato pika në të cilat kemi shprehur. Si që keni parë, reforma territoriale vazhdon që të nxjisë popullim masiv. Askush nuk do t'ja di për ata banorë që ndodhen në ato qytetet vogla. Askush nuk mendon për ta, po edhe ato bashki që kanë ngelur atje duan t'i largojnë, sepse ata duan të largojnë kontaktin e njerëzve me shtetin, sepse këta sigurisht nuk I din hallet, problemet dhe shqetësimet që kanë njerëzit. Ne jemi këtu për një qëllim, ai qëllim është shprehur sepse këtyre ju ka ardhur fundi, prandaj thirrja, ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Ju erdhi fundi. Prej 63 ditësh rresht kjo shprehje merr kuptim ashtu si kundër shprehja e parë të cilën griti çdo shqiptar në këmbë se ne duam të drejtat tona, se ne duam liri. Dhe ajo është Rama Burg Berisha Burg. Rama Burg Berisha Burg. Rama Burg Berisha Burg. Rama Burg Berisha Burg. Ne duam të japim fund këtij sistemi të marrë penga dy njerëz prej 35 vitesh. Ne duam të japim fund këtij sistemi që nuk pyet për njerëzit. Ne duam të japim fund këtij sistemi të korruptuar dhe plaçkytës. Prandaj është kaq bukur sepse ne tani ka filluar të kthehet kjo protestë në një sensacion, jo vetëm për ne, por edhe për turistët e huaj, të cilët vinë këtu dhe shprehin mbështetjen e tyre për këtë protestë qytetare që na bashkon në një flamur, në flamurin kuqevi. Prandaj të dashur motra dhe vëllezër, ne duhet jemi bashkë, deri në arritjen e qëllimit që po vjen ajo ditë pa afron, ajo ditë kur ne të marrim ato që kemi dashur gjithmonë, që të jemi të lirë, të barabartë në këtë Shqipëri, e cila është e jona dhe jo pro private e një kryeministri të korruptuar. Kryeministri I cili na akuzon ne në Sora, në Korba, por vetë ai është grabici dhe grabiceri më I madh. Sepse zëri tonë nuk e hesht asnjë lloj gjëje, sepse ne jemi këtu për qëllimet vërteta, ne jemi këtu për të gjitha ato që kemi kaluar këto 35 vjet. Prandaj ne jemi bashkë dhe do të jemi bashkë çdo ditë këtu në këtë protestë e cila është e shenjtë për ne. Ne nuk të hiqemi, ne nuk të rëzohemi deri në rrëzimin përfundimtar të regjimit më të korruptuar që ka parë histori e këtij vendi. Jeni të prekumbueshëm, mos harroni
mos u të shproni, por këtu është forca, kjo është liria, në këtë bulevard, ka i të bukur për ne, në këtë bulevard, i cili na bashkon qëllimeve më të rëndësishme, që kemi pasur ndonjëherë në arkimin e sistemit më të korruptuar që ka bërë histori e këtij vendi. Zoti ju bekon gjithë dhe jeni mrekullueshëm. Brava jepe dorëheqje, brava jepe dorëheqje, brava jepe dorëheqje. Fitoria po afron, fitoria është e jona, është e popullit të mirë. Zoti ju bekon, më fort, më të bashkuar për një qëllim të vetëm, Shqipëri e re! Shqipëri e re! Shqipëri e re!